Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Po lusim së bashku me ju lutjen e mëngjesit. Sot Kisha Katolike kremton të ngjiturit e Krishtit në qiell. Psalmet dhe kënga prej së dielës të marra nga java parë e psalterit. O hy më eja në ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu të është për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. I mirëpritur prej të gjithëve zbardhi dita e shejtruar, ku Krishti Zot shpresa botës, unë gjithë në qiejt e lartë. Triumfi i luftës së madhe, nga princi i vrarë i botës, duke shfaqur ndër syt atit lavdinë e trupit fitimtar. O hare për gjithë e madhe, nga virgjëra jon lindur, pas rajesh, pështymash, pas kryqit në selin atrare është ngjitur. Prandaj ta falenderojmë këtë mbrojtës të shpëtimit, që trupin ton do ta mbart lart në mbretërinë e qiellit. Qoftë për ne bashkë me qielorët, për herë gëzimi i përbashkët, për ata që u shfaq atyre, për ne që nuk është larguar. Tash Krisht në qiell duke u ngjitur, tek ti zemrën ton e ngrite, shpirtin tënd edhe të atit, duke na quar prej qiellit. Amen. Antifona e parë. O burra Galileas, përse rrini kështu duke shikuar ka qielli? Jezusi, që për ju shun gjithë në qiell, do të kthehet në lavdi. Aleluja. Psalmi 63, shpirti i etshëm për hyjin. O hyj, hyji im jeti, qysh në agim të kërkoj. Ka etje për ty shpirti im, ty të dëshiron mishi im. Si toka shkret, e that, e pa ujë. Kështu erdha në shenjtrorën tënde, për ta parë fuqinë tënde e lavdinë tënde, sepse më e mirë është dashuria jote se jeta. Buzët e mia do të lavdërojnë. Kështu do të bekoj në jetën time, e në emrin tënd do t'i lartësoj duart e mia. Do të ngihem si në gosti të shkëlqyeshme, me buzë të hareshme do të lavdëroj goja ime. Ty do të kujtoj edhe në shtratin tim. Në përgjim natën do të mendoj për ty, sepse ti je bërë ndihma ime. Prandaj do të brohoras në hije në krahëve të tu. Shpirti im më mbështet në ty, e djathta jote më merr për dore. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. O burra Galileas, përse rrini kështu duke shikuar ka qielli? Jezusi, që për jush unë gjithë në qiell, do të kthehet në lavdi. Aleluja. Antifona e dytë. Lartësojeni Krishtin, mbretin e mbretërve. Këndoni himn Zotit, hyji ton, aleluja. Kënga Danielit kapitulli 3, rreshtat 57-88. Çdo krijes le ta lavdëroj Zotin. Bekojeni të gjitha veprat e Zotit, Zotin. Lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj. Bekojeni engjëjt e Zotit, Zotin. Bekojeni o qiej Zotin. Ujëra që jeni përmbi qiell, bekojeni Zotin. Të gjitha ju o fuqi, bekojeni Zotin. Diellën, bekojeni Zotin. Yjet e qiellit, bekojeni Zotin. Të gjitha shirat e vesa, bekojeni Zotin. Të gjitha ju o erëra, bekojeni Zotin. Zjarre nxehtësi, bekojeni Zotin. Acare vap, bekojeni Zotin. Vese brym, bekojeni Zotin. Akull e cegëm, bekojeni Zotin. Breshëra e borëra, bekojeni Zotin. Net e dit, bekojeni Zotin. Dritë e errësirë, bekojeni Zotin. Vetëtima re, bekojeni Zotin. Toka e bekovët Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Bekojeni o male e kodra Zotin. Bekojeni Zotin të gjitha bimësit e tokës. Dete e lumenj, bekojeni Zotin. Bekojeni burime Zotin. Përbindsh e gjithçka lëviz në ujëra, bekojeni Zotin. Të gjithë shpendet e qiellit, bekojeni Zotin.
Kafshët e egra shtëpiake, bekojeni Zotin. Bijtë e njeriut, bekojeni Zotin. Bekoje o Izrael Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Priftërinjt e Zotit, bekojeni Zotin. Shërptorët e Zotit, bekojeni Zotin. Shpirtra e frymë të drejtëve, bekojeni Zotin. Shenjtëre të përvujt në zemër, bekojeni Zotin. Anani, Azari, Misael, bekojeni Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Të bekojmë Atin e Birin e Shpirtin Shenjt. Ta lëvdojmë e ta madhërojmë në shekuj. I bekuar jeti o Zot në kupën qiellore. I lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj. Lartësojeni Krishtin, mbretin e mbretërve. Këndoni himn Zotit, hyjit ton. Aleluja. Antifona 3. Ndër sytë të tyre unë gjitë në qiell, dhe një re u azuri para syve të tyre. Aleluja. Psalmi 149. Festa miqëve të Zotit. Këndoni Zotit një këngë të re. Këndoni lavdi në mbledhje në shenjtërve. Leti gëzohet Izraeli krijuesi të vet. Bijtë e Sionit i brohorasin mbretit të vet. Leta lavdërojnë emrin e tij në valle, Le t'i bien në nder të tij tupanit e citarës. sepse Zoti kënaqet në popullin e vet. Të përvujtët i nderon me shëlbim. Le të galdojnë të drejtët në lumturi, Le të brohorasin nga shtrojat e veta. e paqin lavdinë e Zotit në gojë, E shpatën dy teshe në dorë. për të marrë shpagim mbi pagan, Për të dhënë popujve ndëshkim. për të lidhur mbretërit e tyre në pranga, Princat e tyre në zinxhir të hekurt. për ta zbatuar mbi ta dënimin ka herë të shkruar. Ky është nder për të gjithë besnikët e tij. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë i jetës. Amen. ndër sytë të tyre unë gjitë në qiell, dhe një re u azuri para syve të tyre. Aleluja. Leximi i shkurtër, Hebrenjeve kapitulli 10, rreshta 12 deri në 14. Krishti duke pas kushtuar për mëkate, vetëm një fili të vet merrit për gjithmonë në të djathtën e hyjit. Dhe qysh atëherë pret vetëm që armiqtë e tij të vihen shtroje këmbëve të tija. Dhe vërtetisht me një kusht të vetëm i përsosi për amshim të shenjtruarit. Përgjigja e shkurtër. Ngjitet Krishti në lartësitë e qiellit. Aleluja, aleluja. Ngjitet Krishti në lartësitë e qiellit. Aleluja, aleluja. Dhe udhëheq të burgosurit e liruar. Aleluja, aleluja. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjt. Ngjitet Krishti në lartësitë e qiellit. Aleluja, aleluja. Kënga ungjillore Benediktus. Antifona. Po shkoj tek ati im dhe ati juaj, hyji im dhe hyji juaj. Aleluja. Kënga e Zakari sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, rreshtat 68 deri në 79. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyji i Izraelit. Që pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërptorit të vet, sikur se premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqeve tan, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tan, e do t'i bjerë në mend veslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit ati ton, se do të na e bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. e ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tejt Lartit, Sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur rrugët, për ta vënë në dijeni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit diellin,
për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. por shkoj tek ati im dhe ati juaj, hyj im dhe hyji juaj. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Krishti ngritur nga toka i tërhoqi të gjithë të vetja. Kisha e përshëndet dhe i lutet: O Krisht, ti je mbreti i lavdis. O Zot Jezu, që duke paraqitur një flitë të vetme një herë për gjithmonë, mbretëron lavdishëm në të djathtën e Atit. Përsosi në dashuri ata të cilët i shpërbleve me gjakun tënd. O Krisht, ti je mbreti i lavdis. Me shtari përjetshëm dhe ndërmjetës i beslidhjes së re, ndërmjetëso për paqen tonë. Shpëtoje popullin e krishter i cili lutet i bashkuar me ty në shpirtin shejt. O Krisht, ti je mbreti i lavdis. Pas mundimeve dhe vdekjes për 40 ditë, u paraqite para nxënësve të tu. Na forco në fe sot e për gjithmonë. O Krisht, ti je mbreti i lavdis. U e premtove apostujve shpirtin shenjt për t'i bërë dëshmitar deri në fund të jetës. Forcoje dëshmin ton me fuqinë e shpirtit shejt. O Krisht, ti je mbreti i lavdis. Aty në që e në qiell u shejtrofte emri të artë mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na e jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj i gjithë pushtetshëm, bëj të galdojmë shejtrisht dhe të falenderojmë, sepse ngritja e Krishtit, birit tënd, në qiell është nga dhënjeme dhe për ne. Ne jemi gjymtyrët e trupit të ti, ai na priu në lavditë e ti, ku në shpresë jetojmë edhe ne, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd që me ty jeton e mbretëron, në bashkim me shpirtin shenjt hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, lutëm së bashku me ju mëngjesorën e diel e kremte të ngjiturit e Krishtit në qiell. Vazhdoni që ndroni me programet e Radio Marisë së Kosovës, një zëj krishter në shtëpinë tënde. Qof lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.